Historia mbi 2000 vjeçare që mbar dhe bukuritë natyrore që e rrethojnë e bën Shkodrën ndër qytetet më të vizitueshme në Shqipëri gjatë 12 muajve të vitit. Ndonse jemi jashtë sezonit, sërish në rrugët e qytetit vëren turistë huaj. Sipas zyrës së informacionit të turizmit, kryesisht turistët gjatë kësaj periudhe vinë nga Europa. Nuk mund të themi se kemi atë numrin e madh turistëve siç është gjatë sezonit, por edhe që nuk ka turist nuk mund ta themi këtë gjë. Kemi mjaft turistë që vinë nga Gjermania, nga Franca dhe pjesa më e madhe e tyre preferojnë për momentin qytetin. Domethënë janë të rreth qytetit për sa i përket muzeumeve, liçenit të Shkodrës, Kalas. Muajt i paqëndrueshëm kanë ndikuar në lëvizshmërinë drejt Alpeve, por të tjera atraksione po vizitohen në këtë periudhë. Duke pas parasysh se edhe kushtet klimatike kanë bë pak pa favorshme udhëtimin drejt Alpeve, mund të themi që pjesa më e madhe e turistëve qëndrojnë për momentin në qytet. Informacionet që pyesin janë në lidhje me qytetin, por siç u thash edhe zonat malore, por edhe për sa i përket transportit me malin e Zi ose me Kosovën. Për shkak edhe të eksperiencës, specialistja e zyrës së turizmit Imelda Mollini thekson se arritja e vizitërshmërisë pritet të nisë gjatë pranverës. Duke pas parasysh edhe vitet e kaluara, mund të themi që nga fillimi i muajit prill fillon tamam ajo, domethënë që mund ta vërim ndryshimin nga sezoni në sezon. Edhe në muajt në vazhdim mirë nga tetori, nëntori. Kjo varet edhe nga kushtet klimatike normalisht. Bashkia Shkodër ofron zyrën e informimit krah qytetit të Shkodrës edhe në Theth, ndërkohë që administrata zonave të mbrojtura ka një të tillë në zonën turistike të Velipojës.